Ndrimi i motmotëve në Gjakovë është të shënuar dhe festuar në mënyra të ndryshme, duke reflektuar atmosferën festive që zakonisht shoqëron natën e fundvitit. Ajo që ra më së shumti në sy gjatë minutave të para të vitit të ri ishin fishek zjarret dhe mjete të tjera piroteknike, të cilat ndriçuan qiellin mbi qytet dhe krijuan pamje mbreslëndse në disa zona të Gjakovës. Megjithatë, krahas atmosferës festive, u vrejt edhe një prani më e vogël e qytetarëve në hapësirat publike ku tradicionalisht mblidhen për të pritur ndrimin e motmotëve. Sheshet dhe zonat qendrore të qytetit nuk patën fluks të madh njerëzish, duke treguar se një pjesë e qytetarëve kishin zgjedhur ta festonin ardhjen e vitit të ri në ambientet private, kryesisht në familje ose me rreth të ngushtë shoqëror. Në parkun e qytetit u pan grupe të vogla qytetarësh, të cilët pikërisht në orën 24 lëshuan fishek zjarre dhe përdorën mjete të ndryshme piroteknike për të shënuar ardhjen e vitit 2026. Tingujt e shpërthimeve dhe dritat shumëgjyshe krijuan një atmosferë festive duke u bërë simbol i ndrimit të viteve edhe këtë herë. Ndërkohë në video të ndryshme shihen fishek zjarre të lëshuara në lagje të ndryshme të qytetit, çka dëshmon se festimet janë zhvilluar në mënyrë të shpërndarë në disa pjesë të Gjakovës.